Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Evis Sala inspektoi punën në qendrën kombëtare të urgjencës mjekësore ku një nga afër mbi funksionimin e qendrës së thirrjeve 127, koordinimin me ekipet në terren, si dhe përdorimin e teknologjive të monitorimit në kohë reale, të cilat garantojnë reagim të unifikuar dhe të shpejtë në gjithë vendin. Duke vlerësuar angazhimin e stafit që punon pa ndërprerje, ministra Sala theksoi rëndësinë e përgatitjes së sistemit për periudhën e ngarkuar të fundvitit. Gatishmëri operacionale, sidomos tashin në të periudhën që është më e ndjeshme sepse janë festat, ka më shumë lëvizje, qarkullim, prandaj dhe nga ana ime personale si mjekë, po edhe institucionale, ju falenderoj. Kanë 3 monitorë, në cilin një është rubrika. Në gjithë numrat e telefonit, i kemi të inseruar, nuk kemi të kërkojmë numrat e telefonit. I kemi rubrika, i klikojmë dhe niset thirrja. Pastaj është skeda e të dhënave. Pastaj është filtri që bën kodifikimin e sëmundjes për keqësimin. Ndërsa këtu në Google kanë gjithë ambulancat ku janë. Tu kemi vlerësim, këte është menaxhimi, në momentin që i bën save misionit, infermierja e menaxhimit hap misionin dhe i del ambulanca që është më afër qytetarit. Dhe klikon mbi ambulancën niset thirrje. Sa më mirë është menaxhuar sistemi, më shumë jetë shpëton, është matematikë thjesht. Kjo është salla e maks emergjencës. Kjo është maks emergjencës. Që është përdorur sigurisht në kohën e tërmetit dhe në pandemisë. Po. Kjo është një sallë e cila, nëse ndodh diçka, në kohën zero aktivizohet. Dhe ndërkohë këtë e përdorin edhe për trajnime. Gjithë stafi që vijnë, sepse duhet të jesh vetëm mjek. Jo, absolutisht është skuadra atje dhe niveli i përshtatjes me teknologjinë që ndryshon, ne dimë që teknologjia digjitale ndryshon aq shpejt sa shere parë që takoj, falenderoj për gatishmërinë, për korrektesën, për operacionalitetin që keni, sepse është zemra e sistemit shëndetësor. Stafet e urgjencës prezantuan protokollet e reja të menaxhimit flukseve dhe mobilizimin e rrjetit të ambulancave dhe motoambulancave në zonat me risk të shtuar për të siguruar mbulim të plotë gjatë periudhës festive. Qendra kombëtare e urgjencës vijon të ofrojë shërbim 24 orë në 7 ditët e javës, duke u bërë apel qytetarëve të mos hezitojnë të telefonojnë për çdo urgjencë mjekësore në numrin 127.